Mirë, si që pam dhe neve lexuam nga Ruthi sot, edhe është aty ku neve do të ndalemi çfarë na mëson Ruthi. Si që lexuam që në fillim ishte familja Elimelekut dhe ata u shkëputën nga le të themi nga Betlehemi dhe ata shkuan në në Moab. Dhe aty vendosën familjet e tyre, djemtë i kishin beqar, ata u martuan dhe dhe një nga nuset ishte dhe Ruthi. Burrat e shtëpisë vdiqën, një nga zakonet që ishte atëherë, siç besoj që edhe mësuat nga teksti ishte që për mos të humbur emri i familjes, emri nga familja e tyre, atëherë aty i afërmi më i afërt i familjes kishte të drejtën e shpengimit, domethënë që ata mund, sipas zakonit që ata kishin, të martohesh me gruan e shtëpisë për të lindur një fëmijë, një djalë, në mënyrë që si të thuash, po vjen fjala në shqip, të vazhdoj brez të vazhdoj breznia e tyre ose gjakut. Të vazhdoj breznia e tyre që mos të humbasi. Ishte shumë e rëndësishme. Ata i vendosin një rëndësi kaq shumë të madhe asaj që edhe ndaj edhe burrat e atëherë të asaj kohe e mbanin shumë fjalë. Pra, edhe ata i dinin vetë përgjegjësinë që u takonte për miqësinë e tyre, për kushurinë, le të themi, për kushurinë e tyre, edhe e dinin shumë mirë. Edhe ishte Boazi, neve mësuam që ato Naomi dhe Ruthi u kthyen në Betlehem, ishte Boazi ku Ruthi shkoi të mblidhte kallin gruri. Imagjino sa të varfër që ishin, nuk kishin asnjë gjë për të ngrarë. Do shkonin, do mblidhshin kallin gruri, do t'i fshinin, do t'i shtypnin ose do pishnin në bukë ose në ashtu. Tek ajo neve mësuam që ajo hangri dhe kallin të pjekur, grur të pjekur aty dhe e hangri si ushqimin e saj. Ky ishte ushqimi i saj. E në një moment tjetër gjithashtu vu të re që Boazi i thirri Ruthit, hajde këtu me ne dhe ha bukë, ngjyje bukën tënde me uthull. Ishte gjella e tyre. Pra ishte goxha situatë e vështirë. Paktën për Ruthi. Edhe në fakt, me thënë të drejtën, është një moment diku në Bibël që thot, Zoti thot, korni grurin tuaj, kur e korni grurin tuaj, mos i mblidhni kallin mbrapa. I leni ato, mos i mblidhni që të varfrit të vinë, të mund t'i mbledhin dhe të kenë ushqim. Edhe për dikë që të shkonte në tokën e tjetrit, në arën e tjetrit, për të mbledhur kallin, ishte goxha ulje, ishte goxha, le të themi, ulje statusi, si mund të thumë. Por Boazi, jo vetëm që nuk e talli atë, por e thirrri dhe e ftoi që ajo të bashkohej me shërbëtorët e tij. Dhe porositi shërbëtorët e tij, porositi përgjegjësit e tij që atë mos t'i bërtasin, por ta lejojnë ta konsideronin të tij. Edhe tha, lejojeni që ajo të mbledhi kallin gruri ku të doj, edhe sepse ai e dinte edhe këtë që sa do kallin gruri të mbledhi, po ajo nuk do ta marrë dot të gjithë grurin, do mbledhi mjaftuar që të mund të ushqeheshin. Neve shikojmë pra, Ruthi në këtë rast tregoi që unë kam dedikuar jetën time, jam martuar jo vetëm se ju e kuptoni vetëm nga historia që sapo lexuam që vajza ose nusja nuk martohej vetëm me burrin, por do martohej me gjithë familjen. Edhe ajo pikërisht këtë gjë e tregoi, kishte dedikuar jetën gjithë familjes ku Naomi ishte.
neve vum re gjithashtu tek historia që Boazi e tregon mirësi ndaj saj, e respekton, e vlerëson, por vini re gjithashtu që në momentin që ajo e ofroi veten e saj, Boazi nuk bëri asnjë gjë kundra, le të themi, traditës ose zakoneve që ata kishin. Ata duhet që të ndishin zakonet dhe Boazi e dinte që ishte një më i afërt në fisin e tyre që kishte të drejtën e shpengimit, kishte të drejtën për të, le të themi, për të vazhduar breznin. Dhe ai që ishte më i afërt nuk e bëri dhe neve mësuam edhe pam aty që ai hoqi sandalen dhe i tha që ti mund ta bësh. Domethënë që un po heq përgjegjësinë time. I kujtohet më vonë Jezusi porosit dishepujt e tij, kur juve shkoni thotë dhe ndani ungjillin me të tjerët, edhe ndonjëri nga ata nuk ju pranon, nuk ju mirëpret, ai tha, shkoni pluri nga sandalet tuaja. Domethënë, un po e heq përgjegjësinë time nga vetja, unë e bëra detyrën time nga vetja, edhe është të takon ty tani. Tani Naomi kur dëgjon gjithë këtë historinë, edhe si Boazi kishte trajtuar Ruthin, ajo e këshillon nusen që të bëjë pikërisht këtë gjë. Është shumë e rëndësishme nga ky, nuk e di pse Zoti zgjodhi nga një familje që pothuajse ishte po shuhesh. Edhe Zoti përsëri zgjodhi aty që të merrte një lloj përgjegjësie kaq të madhe sa do të vinte nga Jezusi, do të kishte pasardhjen e tij familjare në tokë. Ju kujtohet Naomi gjithashtu thret edhe thot, mos më quani më Naomi, por më quani Mara, domethënë që unë nuk kam më asnjë gjë, sepse Zoti ka shtrirë dorën kundër meje. Por ne shikojmë gjithashtu që Zoti e bekoi Naomin, e bekoi Ruthin me një djalë. E bekoi në mënyrë të tillë që nga dhe do të kishim edhe për ardhjen për Jezusin. Pse është e rëndësishme kjo gjë? Për çfarë mësojmë neve nga kjo? Ajo çfarë është e rëndësishme është që Perëndia shpërblen ata të cilët bëjnë zgjedhje të zgjuara shpirtërore dhe qëndrojnë besnik familjes, në rastin të familjes shpirtërore. Ruthi tregoi përgjegjësinë ose gatishmërinë e saj për të marrë përgjegjësitë që i takonin në familje. Ashtu edhe neve na thërritet që të marrim përgjegjësitë tona në familjen tonë. Të ftoj që të lexojmë tek Mateu. Mateu kapitulli 28, vargjet 18 deri në 20. Dhe Jezusi u afrua dhe u foli atyre duke thënë: Mua më është dhënë çdo pushtet në qiell e në tokë. Shkoni pra dhe bëni dishepujt në të gjithë kombet, duke i pagzuar në emër të Atit, të Birit, të Frymës së Shenjtë, duke i mësuar të mbajnë të gjithë sa ju kam urdhëruar. Dhe unë jam me ju gjithë ditët deri në mbarimin të tokës. Perëndia është diçka, përpara se të them, është diçka interesante që gjithsecili prej nesh ka nevojë të zbulojë, është që Perëndia i ka dhënë gjithsecilit prej nesh një qëllim. Edhe një nga, do themi, si ata gjuetarët e thesarëve, një nga qëllimet tona të jetës është që të zbulojmë cili është qëllimi i jetës sonë. Aty ku neve jemi të përqendruar, aty pra ku neve jetojmë, Perëndia na ka caktuar gjithashtu edhe një qëllim, edhe një detyrë shpirtërore.
Një nga këto është një nga bekimet më të mëdha që neve kemi është pikërisht të qenit në familjen e Zotit. Është e para, një nga po ta lexosh këtë nga greqishtja e vjetër, nga gjuha, kjo vargu 18 dhe thot, më falni, 19 na tregon që shkoni, por në fakt është ndërsa ju shkoni, pra ndërsa ju jetoni jetën tuaj, thot bëni dishepujt. Pra ndërsa ti e jeton jetën tënde si krishter me besimin tënd, ashtu siç Perëndia ta ka kërkuar ty, ti je duke përmbushur urdhërimin e Perëndisë. Edhe prandaj edhe fjala nga greqishtja thot prandaj, ndërsa ju po shkoni, ndërsa ju po jetoni jetën tuaj, bëni dishepull. Pra ndërsa ne ashtu siç rriten fëmijët tanë në familjet tona, kur Zoti na ka bekuar, një nga gjërat që neve përpiqemi, edhe si jemi të gjithë dëshmitar, është që neve duam që fëmijët të mësojnë dhe çfarë fëmijët mësojnë janë dy gjëra të ndryshme. A jemi dakord këtu? Sepse fëmijët mësojnë edhe shikojnë ato që bëjmë ne dhe nuk mësojnë dhe dëgjojnë ato që i themi ne. Sepse veprat tona, sjelljet tona janë, le të themi, buçasin, do thoja, bërtasin, thelthasin më shumë se sa ato kur neve themi ulu, rri ul, mos e prek atë, mos e bëj atë, mos e ha atë, ndërkohë që ne e ham atë. Unë i them Joeli të hiqe telefonin nga dora, por ajo që Joeli shikon më shumë se çdo gjë tjetër është kur unë kam telefonin do. Edhe Joeli jep dhe thot, po ti, pse e mban telefonin do? Edhe unë që nuk di çat flas, çat them pastaj, emi pushat se unë jam babi këtu. Kur të rritesh me çat dush. Kur jemi të lodhur, kur jemi të rrëskapitur, që nuk dim çfarë themi më. Pra kjo është e vërteta që neve mësojmë çdo ditë fëmijët ta. Edhe prandaj dhe Jezusi thot, prandaj ndërsa ju shkoni, ndërsa ju e jetoni jetën tuaj në mënyrë të tillë, atëherë bëni dishepull. Kur njerëzit ju bëjnë pyetje, ore po për çfarë jeton në këtë lloj mënyre? Për çfarë sillesh në këtë lloj mënyre? Është për shkak sepse unë jam unë i besoj Perëndis, unë jam bir i Zotit. Krishti më ka bler me gjakun e tij. Edhe kur dëshmojmë në këtë lloj mënyre, në këtë lloj forme, neve pikërisht po bëjmë këtë gjë prapë se i përkasim dikujt tjetër. Edhe vazhdon, shkoni pra dhe bëni dishepuj, mësoni, pagzoni. Edhe Jezusi një gjë që ka thot, unë do të jem me ju, edhe ka qenë me ne, edhe është me ne, edhe do të jetë me ne. Një premtim që Jezusi bën dhe e mban. Një premtim që neve mundohemi që ta përmbushim me fëmijët tanë është pikërisht kjo. Do të jem gjithmonë do të kem gjithmonë zemër. Ti do të jesh gjithmonë fëmia i. Pra gjithë këto gjëra, gjithë këto premtime, ne çdo ditë përmbushemi përpiqemi që ti përmbushim, përpiqemi që ti mbajmë. Pse ndodh kjo? Një prind i kthjellët, në mendje të kthjellët, me një qëllim në veten e tij, në jetën e tij, do që të rritet fëmia, edhe pse pikërisht kjo gjë për shkak të dashurisë që prindi ka. Për shkak të dashurisë që Zoti ka për ne, ai na ka dhënë Krishtin. Ndaj dhe ne mësimi që do mësojmë edhe duhet të mësojmë është pikërisht nga kjo. Kur neve vendosemi në situata të vështira, sepse kjo është ajo çfarë neve duhet mësojmë, që
ne do të përballemi me situata të vështira, me vuajtje, me probleme, me shqetësime, me nga të gjitha gjërat. Ne nga jeta fizike duam apo s'duam, ne nuk e ndalim dot. Ne e di çfarë jemi të ruajtur, jemi të mbrojtur. Kjo është çfarë unë besoj që është dhe biblike, ne jemi të ruajtur, të mbrojtur për jetën tonë shpirtërore. Nga kjo gjë, neve jemi të ruajtur, neve jemi të blerë, neve jemi të pastruar, neve jemi të shenjtëruar. Ajo çfarë desha të them është që në momentet të tilla vështirësie që janë shumë kritike për jetën tonë, ne mund të zgjedhim dhe të largohemi. Por Perëndia e bekoi Ruthin edhe e vendosi atë në linjën mbretërore, ku erdhi dhe Davidi, ku erdhi dhe pastaj po të lexojmë nga Mateu 1 që shikojmë aty prej ardhjen, neve shikojmë që lind Jezusi, pra nga linja mbretërore shpirtërore. Pra e bëri shumë, le të themi neve e futi në hartë që përmendet gjatë gjithë kohës, për shkak të zgjedhjes së saj të vështirë që ajo bëri, sepse ajo mund të kishte qëndruar gjatë gjithë jetës së saj pa u shpenguar, pa gjetur një person që të mund vazhdonte brezninë e burrit të saj, por ajo qëndroi aty. Këto janë vendime, unë nuk po them që të ndroni kështu, po këto janë vendime të gjithë secilit prej nesh që i marrin në momentet vështira të jetës. Një gjë që është e rëndësishme që neve duhet ta kemi parasysh dhe asnjëherë mos të heqim dorë është fakti që mos të heqim dorë nga përgjegjësia jonë shpirtërore, por gjithashtu mos të heqim dorë nga bekimi ynë shpirtëror që është Krishti, që ne Zoti na e ka dhënë atë me kaq dashuri. E ndërsa neve do të pikërisht në këto momente unë dëshiroj pra t'ju inkurajoj që gjithmonë të bëjmë zgjedhje me dur shpirtërore, madje mund të jetë e vështirë edhe e pamundur, por ne me çdo kusht duhet të qëndrojmë në Zotin. Edhe një herë, pse po e them këtë, sikur neve ta dinim se çfarë vlere, unë besoj që asnjëri njeri nuk e kupton dot 100% rëndësinë shpirtërore. Por nëse neve do t'ja dinim vlerën e vërtet, neve çdo gjë do ta sheshonim me zero, sepse është thesari më i çmuar, është pasuria më me pa çmim që një njeriu mund t'i jepet në dorë. Zoti ju bekoft.